Kronika e zezë sot është e pasqyrë e tensioneve sociale. Ajo tregon një shoqëri ku nervi është i vendosur, ku konflikti shpërthen shpejt, ku durimi institucional është i ulët dhe ku shumë qytetarë nuk besojnë se problemi i tyre zgjidhet me ligj. Kjo është alarmante sepse aty ku ligji humbet autoritetin moral, terrenin e fiton forca, hakmarrja ose rruga e shkurtër kriminale. Megjithatë, tabloja nuk duhet lexuar me fatalizëm. Ka raste kur reagimi publik, presioni mediatik dhe këmbgulja e familjarëve kanë detyruar institucionet të lëvizjen. Ka hetime që janë rihapur, përgjegjësi që janë ekspozuar dhe ngjarje që nuk janë mbyllur me versionin e parë zyrtar. Kjo tregon se opinioni publik ka ende pesh, sidomos kur nuk mashtrohet me fasad. Pikërisht për këtë, raportimi i kronikës nuk duhet të jetë as steril, as i dehur pas sensacionet. Duhet të jetë i drejtë, i shpejtë dhe i pamërshirshëm me dështimin. Kjo është arsyeja pse një media me nerv kritik si CNA nuk mund ta shohë kronikën si rubrikë periferike. Ajo është nyja ku takohen rendi, drejtësia, politika dhe jeta e përditshme e qytetarit. Kur kërkon kronika e zezë sot, në fakt po kërkon më shumë se lajmin e ditës. Po kërkon të kuptosh nëse shteti po mban anën e qytetarit apo po vrapon sërish pas ngjarjes. Dhe derisa kjo pyetje të marrë përgjigje të ndershme, kronika do të mbetet jo vetëm lajm, por akt akuze hapur për çdo që kishte detyrën të parandalonte dhe nuk e bëri.